Domethënë mund vazhdoja për të avokatisë, gjë që nuk e vazhdova më shumë, mendova me filluj punë. Pa e kërkuar, si jurist, pa e kërkuar punën, të vinë vetë sekseret me të kërku. Okej. Merr njëri, domethënë shoferi, drejtori, njëra tjetër se s'duhet për me emra. Jo, ti kur se e Merri vetë si e vlla qa bone, si jetu kam qafë të mbo vlla, po. Sa do njësot institucionin, takoj vetë. Edhe ngele ja bitëm fillim të thashore, jam i vetëm, s'kam vlla tjetër. Por si dihet sa pastaj mos ka bë. Se çka s'ka bë plaku në xhiro nuk i dihet edhe. Okej. Sa shkur bëni vlla, s'kapi 10 minuta, ai njohun drejtorin të rregullojun, të bëjun, sistemojun. Sa ishte? Takohemi te kafja. O vlla sa për ty sa se njihemi, bëjmë me 10.000 euro ta kryesi punë. Vlla si 10.000 euro. Për sa rrog? Për rrog 550.000 lekë. Duhet me punu një 4 vjetë me nxjerr ato. Kjo është diploma ime. Kjo është diploma ime këtu, edhe jo nuk ndodh vetëm mu. Këtë rast e ke edhe në Kryevill, atje ku jam unë, ku jetoj. Ke i vajzë studente, ka një 5 vite që s'ka punuar në zanat vetë. Ka një 5 vite për infermieri që aplikon te portalet e këtyre, online njëna tjetra, gjithmonë refuzim, mesatare shkëlqyre është me master, çdo gjë. Kjo është realiteti, po sa mund të ketë tjerë, gjithë Shqipëria nuk shoh njëri domethënë që të jetë punësuar për. Po nga brezi jot në fakultet? Asnjë. Thjesht po punojnë disa, punojnë kamarierë, disa mund të kenë filluar në privat, po asnjë në zanat vet. E qartë, cila është zgjidhja që mendoni këtë? Vëm vetes afate për të zgjidhja vetme është ne tash po presim. Zgjidhja vetme është keti përballje të madhe me këtë. Gjithsesi të rinë, nëse do arrim të bëhemi, nëse me të vërtetë do e duam veten tonë, do duam atë djersën edhe mundin që kemi sakrifikuar, të bashkohemi të përballemi me këtë. Si është humori në brezin tënë? Se flitet shpesh për shqiptarët që nuk ngrihen, shqiptarët që nuk protestojnë. Me një anë edhe duan ta nisin, por problemi janë familjarë të gjithë. Problemi është që familja i pengon të gjithë, sepse ja unë kam shokët e mi. Mos them mund të jemi 10 çuna, nga 10 një 4 veta 5 kanë që morin ndonjë rrog prindrit në bashki, një rrog 350.000 lekë, 450 sa ka shku. Detyrimisht ata nuk i lënë që të afrohen, bashkohen, por harrojnë, mendojnë që ajo rroga u shërben, ndërkohë që harrojnë që fëmijët e vet kanë 5 vite që kanë marrë shkollën, sot janë pa punë, punojnë kamarier, punojnë banakier. Ose më saktë nuk kanë të aftë dot me kriju një tarmë në Shqipëri. Ja të marrim shembullin sot. Me fillu punë i bashkiun, në rreth e herë s'ka shans me gjatë punë. Se shkollat është patronazhimi më i fortë në rreth. Patronazhistët i kanë zuar ato 10-15 vende pune që ka, se s'ke aq vende pune kem Kryevill, 40 vende pune. Janë zonë ato, nuk mund çaj dot unë apo shokët e mi. S'ka vend për 41. Nuk ka. Domethënë përveç këtyre, jam bëj nis në Tiranë, me nis jetën në Tiranë. Me bashkëtu, me i goc, me njëna tjetra, me nis me u. Çfarë do bësh këtu?